Detaje nga vrasja 23 vjeçarit shqiptar në Itali. Mediat italiane kanë publikuar detaje të reja që lidhen me vrasjen e 23 vjeçarit me origjinë shqiptare Hekuran Cumani pranë parkingut në Universitetin e Perugjas në Itali. I riu me origjinë shqiptare jetonte në Fabriano, Ancona dhe kishte udhëtuar për në Perugja me miqtë e tij për të dalë në mbrëmje. Sipas raportimeve fillestare, grupi u takua me të rinj të tjerë të cilët patën një grindje. Sipas mediave italiane, shkëmbimi verbal u përshkallëzua në sulm duke kulmuar me goditjen fatale me thik. Hetuesit e policisë kanë intervistuar tashmë të gjithë miqtë e viktimës, që ishin dëshmitar të skenës. 23 vjeçari pas një mbrëmje në klub me miqt, kishte përfunduar turin e tij në Perugja në një bar pranë një parkingu publik përpara departamentit të matematikës dhe shkencave kompjuterike të Universitetit Perugjas ku ndodhi vrasja. Miqtë e përshkruajnë atë si një djalë të mirë, një dashamirës të palestrës dhe fitnessit. Ai kujdesej për trupin e tij, një mik i shkëlqyer që i donte familjen dhe kafshët e tij. Sipas prokurorisë, vrasja ishte rezultat tragjik i një grindje të shkaktuar për arsye banale. Viktima u godit me thik në fyt, duke rezultuar në vdekjen e tij, ndërsa përpjekjet e shpëtimit kanë qenë të pasuksesshme.